Përshëndetje, gjuha është mjet komunikimi, është një pasuri që ruajmë dhe zhvillojmë çdo ditë përmes leximit dhe mësimit me kuptim. Prandaj, mësimi i gjuhës shqipe dhe leximi me kuptim është një hap i rëndësishëm për ta ruajtur gjuhën shqipe dhe për ta ruajtur si identitet kombëtar dhe kulturor. Sot fëmijët janë larguar nga libri, për fat të keq. Flasin dhe shkruajnë me gabime gjuhën shqipe. Përdorimi i teknologjisë ka sjellë futjen e fjalëve të huaja në vend të fjalëve shqipe. Shpesh kur shkruajnë, sidomos mesazhet, i shkruajnë me shumë shkurtime. Të gjitha këto probleme më bën të mendoj. Kështu që biseduar me fëmijët, e pash të rëndësishme që t'u zgjoja fëmijëve ndërgjegje për t'u afruar me librat. Për të arritur këtë qëllim, unë mendova që duke biseduar me fëmijët, duke u bazuar edhe tek aktivitetet që kemi bërë, mendova që ta bisedonim njëherë tek lënda e gjuhës çfarë mund bënim si projekt. Dhe duke rrapë për mendimet, arritëm në përfundimin që të bënim një projekt në lëndën e gjuhës shqipe për gjuhën shqipe. Kështu që ne vendosëm që këtë projekt ta realizojmë për gjuhën shqipe, sepse do ta shikojmë edhe gjatë punës. Gjuha shqipe është e ëmbël si flavi i verës dhe e bukur tamam si zësht ose si vala e detit. Nga ana tjetër, bashkë me fëmijët, kemi diskutuar shpesh që bashkëmoshatarët e tyre që ndodhen jashtë trevave të Shqipërisë duan shumë ta mësojnë gjuhën shqipe, ta shkruajnë dhe ta lexojnë atë dhe nuk është e mundur, nuk u lejohet. Dhe vetë fëmijët e klasës sonde të shkollës sonë kanë qenë, të themi, bashkëdhëtar në një rrugtim që kanë bërë edhe unë dhe kanë dhuruar libra për bashkëmoshatarët e tyre, sepse në qytetin e Manastirit, qyteti ku u mba kongresi i Manastirit, mungohte një bibliotek me libra shqip. Dhe më vjen shumë mirë që unë i bëra pjesë të kësaj nisme dhe iniciative. Dhe unë do të... Pra, tema e projektit është gjuha shqipe e ëmbël si fllavi i verës. Synimi ishte që të njihen fëmijët me përpjekjet e adhetarëve tanë për ruajtjen e gjuhës, shkrimin dhe leximin e saj, duke studiuar materialet rreth kongresit të Manastirit dhe të zhvillonin aftësinë qytetare për zgjidhjen e problemit që ishte zgjidhja e ndërgjegjes dhe rëndësia dhe ruajtja e gjuhës shqipe. Pasi biseduam me fëmijët dhe vendosëm temën e projektit, u ndan fëmijët në grupe. Vendosëm që të kishim 6 grupe dhe duke nisur punën nga historiku i Manastirit, nga delegatët, nga të qenë fëmijët thënie për gjuhën shqipe, poezi për gjuhën shqipe, e të tjera. Kështu që së bashku me fëmijët, ne si e zhvilluam punën e projektit. Në orën, këtë projekt unë e kam bërë në 3 faza, në 4 orë. Në fazën e parë, bëm orën e parë dhe të dytë, pasi vendosëm temën, u ndan detyrat. Ndërsa orën e tretë, që i përket periudhës së dytë, fëmijët sollën gjitha punimet sipas kërkesave që kishin, sipas detyrave të ngarkuara, sollën të gjitha punimet, dhe orën e dytë të projektit i pam punimet, zgjodhën materialet e dukura dhe ata i shkruajtën me dorë ose me kompjuter. Dhe sot është faza përfundimtare dhe është ora e 4 e projektit dhe fëmijët do t'ju njohin me punën, do të njohin punët e tyre dhe kemi një produkt përfundimtar. Unë do ta nis këtë orë mësimi me një reportazh të shkurtër që kam bërë për gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është pjesa më e rëndësishme e thesarit të kulturës së një kombi.
Me anë të këtij reportazhi, dua t'ju tregoj përpjekjet që janë bërë për përhapjen e gjuhës shqipe, shkrimin dhe leximin e saj, që nga rilindja e deri në ditët e sotme. Rilindasit tanë punuan shumë, dhanë pasurinë dhe jetën e tyre për këtë qëllim. Papa Kristo Negovani ishte prift ortodoks, veprimtar i lëvizjes kombëtare, autor proze, poezie, tekstesh shkollore, përkthimesh, orallash. Me librat shqip të silla në Negovan, ai hapi fshetas shkollën e parë shqipe. U vra mizorisht në vitin 1905. Petro Nini Luarasi ishte prift ortodoks, mësues, publicist dhe veprimtar i lëvizjes kombëtare. Ai u mësoi shqip shokëve të tij dhe i përgatiti ata si mësues të ardhshëm të gjuhës shqipe. Ai hapi disa shkolla në gjuhën shqipe, mori pjesë në kongresin e manastirit. Për veprat e tij patriotike, ai u helmua nga patriarkana më 1911. Për fat të keq, edhe sot në trevat shqiptare që janë jashtë kufive të Shqipërisë, është shumë e vështirë që të flitet e të shkruhet gjuha shqipe. Kjo ndodh sidomos në qytetin e manastirit, në qytetin e alfabetit. Këtij qyteti mungonte një bibliotekë me libra shqip. Studentja nga Shkupi, Emira Selimi, mendoi që të krijonte bibliotekën me libra shqip. Ajo i bëri thirrje shqiptarisë dhe me shumë përpjekje, mundime e kërcënime, arriti të hapte bibliotekën Linkes në manastir më 21 nëntor të vitit 2023, ku ajo sot u mëson gjuhën shqipe 100 fëmijëve shqiptar. Sa forcë nga dhim ka në sytë e Emirës? Por ende nuk është gjetur një vend fiks për bibliotekën Linkes, sepse qeverisë maqedonase nuk i intereson kjo gjë. Unë jam dëshmitare këtyre përpjekjeve, pasi jam aktivizuar për të grumbulluar libra në qytetin e Durrësit. Edhe ju fëmijë të dashur thatë ndihmën tuaj duke dhuruar libra në gjuhën shqipe. Kam përjetuar emocione të forta në inaugurimin dhe në përvjetorin e parë të bibliotekës së manastirit, pasi isha aty për krah e Mirës, bashkë me mbështetësin tim Agronin, me shkrimtarin dhe historianin zoti Kadrit Arelli dhe me poeten zonja Merita Thartori, të cilët dhuruan libra nga krimtaria e tyre, ashtu siç ishin të pranishëm edhe shumë shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare. Prandaj, mësimi i gjuhës shqipe dhe zhvillimi i leximit me kuptim është një hap i domosdoshëm për të ruajtur gjuhën dhe identitetin kombëtar. Tani fëmijët do t'ju tregoj, sipas radhës së punës, do t'ju tregoj gjitha punët dhe punimet e tyre që kanë kryer. Ftoj grupin e parë. Secili nga grupet do të prezantohet vetë. Grupi i parë dhe i dytë kanë kompetencën e parë dhe të dytë. Fëmijët kanë grumbulluar materialin dhe kanë analizuar situatën për unifikimin e alfabetit. Të vi grupi i parë. Ne jemi grupi historianët e vegjël dhe do t'ju tregojmë për kongresin e manastirit edhe alfabetit që përdoreshin atë kohë. Kongresi i manastirit ose kongresi i alfabetit u mbajt në qytetin e manastirit më 14 deri më 22 nëntor të vitit 1908. Kongresi i manastirit u mbajt për shoqëritë bashkimi në shtëpinë e Fein Zavalanit, kushtedesin jashtëqërisë, pjesëmarrësit në kongres ishin figura të dalluara. Ndër pjesëmarrësit në kongresin e manastirit qenë Gjergj Fishta, Dom Dremieda, Matilo Goreci, Luish Burakuqi dhe Nil Mosi nga Shkodra, Shahil Bej Kolonja dhe Petro Nini Luarasi nga Kolonja, Toma Abrami nga Korça, Sotir Peci nga Postoni dhe Bajo Topulli e familja Qirasi nga manastiri. Kongresi i manastirit zgjodhi një komision për 11 anëtarësh në kryesin e Gjergj Fishtës për të studiuar problemin e alfabetit dhe për të dhënë propozime. U thirrën 50 të delegatë, përfaqësues e 23 qyteteve të banuar nga shqiptarë, shoqërive kulturore dhe patriotike, 32 nga të cilët kishin të drejtë vote dhe 18 bashkues. U mor me njëherë në mendimin e përbashkët që alfabeti do të shërbente kryesisht forcimit të unitetit kombëtar. Nismëtari kësaj fryme që atë Fishta, i cili shpjegoi se sido që i dërguar për shoqërisë, bashkimi s'ishte aty thjesht për të mbrojtur AFC-n, por për të gjetur një rrugë që çonte në bashkimin e përgjithshëm. Tre alfabetet kryesore që u morën në shërtim qenë: alfabeti i shoqërisë letrare, Alinit të Shkodrës, i përfasuar nga Dom Dremieda; alfabeti i shoqërisë letrare Bashkimit të Shkodrës, i hartuar nga Imzot Prekë Doçi, dhe alfabeti i Istanbulit, i hartuar nga Sami Bej Frashëri. Toskët ishin më fort për alfabetin tradicional të Istanbulit, kurse grekët zakonisht pëlqenin alfabetin e Bashkimit, sepse ishte më praktik për botimet, sepse nuk kishte shkroja latine.
Gjithashtu morëm në shqyrtime dhe 2 alfabetet të tjera. Alfabeti grek i përdorur nga Konstantin Kristoforiti dhe alfabeti arab, të cilin shumë musliman dhe devotshëm, sidomos në Maqedoni e Kosovo, e shihnin si të vetë nënësirje edhe për shumë kohë pas kongresit. Komisioni vendosi të pranojë variante të modifikuara të alfabeteve të Bashkimit të Stambollit. Të dy mund të përdoreshin në shkolla e në votime. Pranimi nga të gjithë vendimin të komisionit do të donte ende më shumë kohë, por me vendimin për të zgjedhur një zgjidhje kompromisi, kongresi shtroi rrugën për kalimin shka pa alfabetin e Stambollit deri te i tanishmi shqip i bazuar në shkronjat latine, duke miranuar kështu polemika e kundërshtimit e duke hedhur baza për formimin e gjuhës shqipe. Po sot gjendje në qytetin e Manastirit, studenti nga Shkupi i Mirë, Selim, realizoi në 21 nëntor të vitit 2023 dëshirën dhe qëllimin e saj duke i hapur bibliotekën e parë shqipe në qytetin e Manastirit. Kësaj nismi u bashkuan ne nxënësit e klasës sonë dhe të shkollës, dhuruan mbi bashkë kongresin e Manastirit. Tani vjen grupi i dytë, grupi delegatëve. Ne jemi grupi i delegatëve të Kongresit të Manastirit dhe do të njohim me disa delegatë pjesëmarrës në këtë kongres. Gjergj Fishta ka qenë Front Franceskan Asintar Shqiptar Përkthyes dhe poshtë kryetari i Komisionit për Artimin e Alfabetit në Kongresin Manastirit. Dremjeta ka qenë priv, gjuhtar, poet lirik dhe deputet shqiptar. Me vitin 1908, përfaqësues i shoqërisë Agimi mori pjesë në takime që u bën me rastin në Kongresit të Manastirit. Desha e mjetës gjuha shqipe e shkruar në tetor të vitit 1892. Zgjodhte mjeta interesin për historikun e gjuhës shqipe që do të vazhdonte edhe në vitet e mëvonshme dhe do të thejnë në ndihmës për vetë problemin e alfabetit. Në krye të shoqërisë Agimi botoi një varg librash për shkollat mbi alfabetin në kriterin shkencor për çdo tingull një shkronjë. Nihat Bej Frashi ka qenë veprimtar politik, shkrimtar, publicist. Përkthyes ka qenë pjesëtar i klubit të Selanikut. Madje aty kishte një rol të rëndësishëm. Në atë kohë bashkën takimet të patriotëve shqiptar të cilët punonin për një kongres dhe një revistë të përjashme. Udhëzimet me edhëshin për Nihat Bej Frashit në Selanik. Madje aty kishte një rol të rëndësishëm në rolin e klubit bashkimit në Manastir. Luiz Gurakuqi ka qenë veprimtar i çështjes kombëtare, realitës dhe nënshkrues i dokumentit së shpalljes së pavarësisë, njeri i letrave, arsimtar dhe personazh i politikës shqiptare. Në nëntor mori pjesë në Kongresin e Manastirit, ku u zgjon nën kryetar dhe anëtar për komisionin e njësimit të alfabetit. Shkoi alfabetet e miratuar nga Kongresi i Manastirit dhe i zbuloi para delegatëve. Fehim Zomelani ishte një gazetar shqiptar dhe aktivist i rilindjes kombëtare. Ishte gjithashtu redaktor i Bashkimit të Kombit. Në vitin 1908, ai u organizator kryesor i Kongresit të Manastirit, në të cilin u formua alfabeti i gjuhës shqipe. Nihat Gameno ka qenë veprimtar çështjes kombëtare, luftëtar me qelën e Çeçisë të Ubullit, poetoz dhe shkrimtar shqiptar. Vendi i Gamenos në letërsinë shqiptare është kryesisht i publicist dhe pamfletist i jetës politike. Në nëntor 1908 përfaqësoi klubin e Koçës në Kongresin e Manastirit. Pacien Biçiriazi ishte mësuese e popullit, pedagog, veprimtar e mësimit të femrës shqiptare, pjesëmarrëse e Kongresit të Manastirit, autor arbetar së parë shqipe sipas alfabetit të Manastirit dhe i himit të tij, i cili vazhdon të këndon edhe sot e kësaj dite. Sevasti Qiriasi, brezi i shqiptarëve që rriten atë kohë nuk do të ishte me të vërtet brezi i artë i kombit shqiptar. Ata edukoheshin me një frymë të tillë ku jeta nuk ishte asgjë përpara këtij ideali të çmuar dhe apo çdo gjë për idealin.
Motra Qiriasi do ishte mësueset e para në shkollën e Vashave dhe vite më pas do bëshin drejtueset e saj dhe primtare e gjuhës shqipe. Si motra e saj, ajo nuk ka qenë delegate e Kongresit të Manastirit. Të dyja bashkë ishin në udhëtim e arsimit shqip. Aq sa më të drejtë mund të cilësojnë si binjakët e Shqipës së çmuar. Thënie me vlerë për gjuhën shqipe. Gjuha ruhet të tempus shkruaj. Gjuha është pjesë e pandashme e identitetit të një populli me anë të së cilës shpreh shpirt dhe kulturën e tij. Gjuha e një populli, zhvillimi i saj, e folura e saj, dashuria ndaj saj dhe promovimi i saj tregon kulturën që mbretëron përndër pjesëtarëve të atij populli dhe asaj shoqërie. Një kombajt i gjallë po të ketë gjuhën, shkrimin e vet, ndryshon vetë shkruhet dhe vdes për jetë. Shenja kompozitor është e gjuhës, çdo kohë bëhet pa gjuhë, kur një kohë humb gjuhën, humb edhe veten. Themelin e detyrisë dhe dashurisë e përbën gjuha shqipe. Larg gjuhës shqipe, larg të qenit shqiptar. Gjuha është burimi i dijes dhe forma e çdo kombi. Shkronjat e bëjnë në kombin të quhet komb, po mos të kemi shkronja shqip, dituria e kombëve të tjera do të na mbyste, nuk do të dëgjojmë fjala shqiptare shqip. Gjuha letrare nuk është vetëm thesai i kulturës, por është një të fortë për mbrojtjen e etnisë shqiptare. Gegetos, Balcialia, ja një komb, mutaz duron. Funde maj, një Shqipnia, e një gjuhë të gjithë na bashkon. Ne jemi grupi aktorëve, ne do të luajmë rolin në 2 pjesë, në filmin Ulla Shkronjave. Unë do t'i tregoj për mbledhjen e filmit Ulla Shkronjave. Mësues Daskaj Todri, një patriot i cili kishte ardhur nga jashtë shtetit dhe kishte sjellë në Shqipëri shkronjat e Tunxhit dhe për të hapur shtypshkronjën e parë shqipe. Me kthimin e tij në ande, armiqt nuk ishin të kënaqur me Tunxhin. Karvanxhiu e thjeshtë që shqironte ngarkesën nuk e kuptonte se për çfarë
kishte gjithë kjo vlerë. Mësues thotë nuk pati mundësi të arritën në venditje, sepse armiqtë e gjuhës shqipe e vranë mësues patriotën. Kam frikë se mos e mbushat të turkut, me ta se gjedu fjallën unë. Kam një ferman nga Pashaj, pas kemik të Pashanët, atë ferman e paguan 1.000 grosh të argjenta. Miqtë mi vlollë para për këtë shkronja. 20 qesi i gotitja e maskara. Bre, një dynja para për këto copa plumë. Jam Flori, e shkuar Flori këtë shkronja, o birë. Me këto do të shkruhet qua jonë. Do të bëj më shumë libra. Do të mësoj fëmijët të bëjnë njerëz të titull. E që nuk do të shkruhet në këtë shkronja, orë tunë. Edhe ajo kënga që mora aty bustishenit, do të shkruhet. E si ju shkruhet kënga zotërin, ajo këndohet. Këndohet, por kënga ka fjallë. Fjallë shkruhet në kartë e përhapen nga dorë. Të hua e duant me varosin gjuhën tënë. Dhe këngët, dhe kujtimin e trimave, këtë shkronja do t'i mbajnë gjallë. Që ka Flori vërtet, zoti Daskal. Flori rritrejtë të humbet, gjuha dhe këngët mbeten. Thonë nësa i trimi i këngës, ka patur një kollan të ardhë. Kollana i humbë, por kënga jo ama. E këndon gjysh ytë, e këndon ti. Do të këndojnë të gjithë kur të kemi shkronjat, orë tunë. Vërtet, zotëri? Vërtet. Më në fund, ja të kemi vetëm Zoti Daskal. Lutju Zotit për mëkatet e tua. Po pse o njeri? Ti ngritë dorë kundër kisës së setit, me pa udhëtësitë e tua, urdhit të setit necëtor është si të vdesis. Shqipja që do zotrote është gjuhë e mallkuar, more vesh tani. Falu që të shpëtosh shpirtin. Tu në gjithë larë, dhe atë e për të fatit, shkronja do të ndryshke me gjithë shkane. Shkronja shqipe do të ndritin, e do të zhdukin e rësire që mbilni ju. O të paberes, tunë, shpirë. A të grupi tjetër? Dafina një projekti të shkolluar kthej në qytet për të hapur shkollën e parë për vajza. Ajo ndeshë me pengesa dhe intrigat e fruar nga kryes Sanxhaku, i cili kërkon në rrugët të ndryshme për ta nxjerrë Dafinën nga qyteti, për të ndaluar përpjekjen e saj për ngritjen e shkollës. Kleri përpiqet të helmojë dhe të shkëshërojë Dafinën. Shkollën e Diki, Xhaxhai i saj, Stefan Barë, luftëtari Kajo dhe gjithë që shëndeton Dafinën e ndihmojnë atë. Afrodita, ditë këmë shpër. S'gjohu, se do të bëjmë më mësim. Nxënësja ime e vetme, dhe Spoti dhe Osmani duhet të kuptojnë nëse këtu bëjmë mësim shqip. Si mendojnë, fillojmë? Aha, Pa më përsërit pak emrin tënd. Afrodita. Pa përsërite. Afrodita. Kjo është shkronja A. E shikoni nxënësit e mia të dashura. Afrodita po fillon të mësoj emrin e saj. Kjo shkron në gjuhën tonë, këndon hedhalle. Pa përsëriteni. Afrodita. Pa përsëriteni. Zotërini, nuk mund të hyni ku të bërra. Zonjush, mund të na bëni pak mësim? L, B, C, Gjim, Jazje, Sap. Zonjush, doni të them të përshletën? Unë erdhëm vetëm për fytyrën tuaj të bukur. Jësova bukur, zonjush, e keni nga Nonka. Fëmijët kanë përgatitur për disa punime me duart e tyre. Shkojnë fëmijët grupin tjetër. Ne jemi grupi duartëve dhe kemi përgatitur disa punime për gjuhën shqipe e Kongresit të Manastirit. Unë kam përgatitur fjalën gjuha shqipe
në ngjyra e flamurit. Unë kam krijuar një kolazh me shkronjat ABC dhe me fytyrën e delegatëve të manastirit. Unë poezinë e Gjergj Fistës e kam futur në një kornizë. Ndërsa unë poezinë time të Ndërmjetës e kam futur në kornizë, dhe kjo është poezia ime që unë e kam krijuar. Unë kam pikturuar shtëpinë muze të Kongresit të Manastirit. Unë kam krijuar shtëpinë muze të Kongresit të Manastirit, vendimin e Kongresit të Manastirit, delegatët të Kongresit të Manastirit dhe kryesia delegatëve të Kongresit të Manastirit. Unë kam bërë flamurin shqiptar. Unë kam pikturuar shtëpinë muze e Kongresit të Manastirit. Unë i kam vendosur kështu disa poezi për gjuhën shqipe. Unë kam shkruar një fjalë gjuha shqipe me qëllimin dhe në lëndën e gjuhës shqipe. Unë kam bërë disa foto për Kongresin e Manastirit. U kam krijuar disa thënie për gjuhën shqipe. Jep një rojë litpunimet, se mësuesja do t'i vendosë dal nga dal. Jep një rojë litpunimet, se do t'i vendosë dal nga dal. I vendosin këtu, kornizat, vendosin të mësuesja Gjerina. Ne jemi grupi poezive dhe kemi përgatitur poezi për gjuhën shqipe. Unë kam krijuar një poezi për gjuhën shqipe. Kjo gjuha jon sa bukur tingëllon, ABC sa e vlerë çdo shkron, çdo zemër këndon dhe fluturon, ku në gjuhën shqipe flet, shkruan dhe këndon. Për nderin e saj, do unë festoj, ndaj lumtur jam që në Shqip recitoj. Gjuha shqipe, por si rete barda pukull, por si djeli limon, por si kënga e bilbilit është e ëmbël gjuha jon, këtë gjuhë të gjithë e duam. E mësoj me kënaqësi, është gjuha e të parme me të flasë mund dhe ti. Arët anë të ngritur, në zdo veshtë, në zdo shkronjë, gjuhën tonë ka skalitur me flamure me shqipojnë. Kemi thënë të gjithë një fjalë, jemi lidh në besa bes, një shqiptar po mbeti gjatë, gjuha shqipe kur sotes. Gjuha shqipe, gjuhë zotit, gjuhë nolit e naivit, e buzukut kastriotit, gjuhë ëmbël e bilbilit. Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjërë, sa e lekë, sa e gjirë, sa e bukur, sa e vlerë. Pan shi një gjuhë e mirë, sa shi e ka e hije, që bukur edhe lirë, si gjuhë perëndije. Për mbi zdatë që lëshon bylbyli, gjuha shqipe më shëngullan. Për mbi e që jemë zëmbyli, pa da zemër më ngushëllon. Ndër kombe tjera, ndër dhene tjera, ku e shkoj jetën tash sa mod. Veç për ty mre zemra, o e mjera për malit der zlot. Një këto gjuhë që janë të endjet, janë të bukra me themel, po prap kjo si djet pa hije për mutan vejder. Pra malkua një bjeshitari, që këtë gjuhë të perëndisë, trashëgim që në laj pari, trashëgim si aloj fëmisë, edhe ati u thaftë për goja, që e përmbus këtë gjuhë hinore, që në gjutë huaj kur s'është nevoja, flet, e të vetën e lëmë bazdore. Por si kanga e zogut verës, gjvallëzon dherim të prillit, por si ambli fladierës, që lëmon gjitë e trandofilit, por si vala e bregu detit, por si gjamba rëfes gjetare, por si ushtima e një tërmetit, një ashtu ashtë gjua jonë shqiptare. Gjuha jonë sa e li, sa e li, vetëm tokë të kajo, një bilbil dhe një shqipon. Se jam më lengro, si kushtin, o në përbon, e popull historina,
të rëndësishëm për gjuhën, për fëmijët dhe për shkollën. Tani unë dua që të gjithë ato njohuri që ju keni mësuar dhe që i thatë këtu përpara nesh, unë dua që të mi tregoni pak. Çfarë keni mësuar ju nga kjo orë mësimi, se ato do ta lëm në fund, po çfarë për kongresin e manastirit dua, cili ishte qëllimi i kongresit, pse u mbajt kongresi? Qëllimi i kongresit të manastirit ishte modifikimi i alfabetit. Okej, vazhdojmë me pyetjen tjetër. Cilat alfabete përdoreshin atë kohë? Në atë periudhë përdoreshin alfabetet grek, latin, arab. Kush më thot përse do të shërbente unifikimi i alfabetit? Unifikimi i alfabetit do të shërbente si bashkëlidhës i shqiptarëve. Si bashkëlidhës i shqiptarëve. Po cili ishte vendimi i kongresit manastirit? Vendimi i kongresit të manastirit ishte që do të bazoj tek alfabeti latin dhe do t'i përshtatet tingujve të gjuhës shqipe, në çdo tingull një shkrim. Por rëndësia e kongresit të manastirit? Rëndësia e kongresit të manastirit ishte unifikimi i alfabetit, forcimi i ndërgjegjjes kombëtare dhe zhvillimi i kulturës kombëtare. Po, shumë bukur. Më thoni çfarë mësuat nga kjo orë projekti? Ne nga kjo projekti mëson që duhet ta vëmë gjuhën shqipe dhe ka duan. Unë mësoj nga kjo projekti që kudo që të jemi ne duhet të flasim shqip. Unë mëson nga kjo orë projekti që duhet ta shkruajmë saktë gjuhën shqipe. Unë mësoj nga kjo projekti që duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë gjuhën shqipe. Unë mëson nga kjo projekti që neve duhet ta flasim saktë gjuhën shqipe. Unë nga kjo projekti mësoj që duhet që mos të përdorim fjalë të huaja në vend të fjalëve shqip. Unë nga kjo projekti mësoj që mos të përdorim shkurtime në fjali për të shkruajmë të plotë ato. Okej. Sinqerisht sot keni kaluar çdo mendim timin që ju mund të realizoni këtë orë. Të gjithë grupet kanë punuar në mënyrë të shkëlqyer. Kështu që unë dua që t'ju jap nga këtë ja u kam dhënë surprizë dhe nuk ja u kam treguar asnjëherë, dua që t'ju jap nga një certifikat. Për grupin e parë, letëm për historikun e kongresit të manastirit, që e bën aq bukur fëmijët. Në emër të grupit unë do të thras një nga fëmijët, Garla. Unë do t'i jap Garlës për gjithë grupin e saj. I jepet grupit historianit të vegjël këtë certifikat për arritje të shkëlqyera në realizimin e këtij projekti. Garla merre dhe e keni tamam këtu, sepse e meritoni kthehen nga shokët. Grupi Garlës, që është grupi historianit të vegjël, e morën këtë certifikat. Dua trokitje për grupin e Garlës. Do të thrasi Jonën për grupin e dytë për delegatët, sepse grupi delegatëve vërtet delegatët ishin shumë më shumë se sa fëmijët kishin marrë sot materiale, por në mendjen e tyre do të mbeten disa nga delegatët. Atëherë, i jepet grupi delegatët e Kongresit të Manastirit për arritje të shkëlqyera në realizimin e këtij projekti. Takzoni. Tras grupin e tretë, grupin e mendimtarëve, hajde Noemi, në emër të grupit të Riçës, i jepet grupit mendimtarët e vegjël për arritje të shkëlqyera në arritjen e projektit. Duar trokitje për grupin e mendimtarëve të vegjël. Takzoni bashkë me shokët. Marë grupi tjetër, Esiona, grupi recituesve të vegjël, në emër të grupit i do të tërheqësh këta, i jepet grupit recituesit e vegjël për arritje të shkëlqyera në këtë orë projekti. Dea, vjen grupi aktorëve, në emër të grupit tërhiqet certifikatën, i jepet grupit aktorët e famshëm për arritje të shkëlqyera në realizimin e këtij projekti. Dea është e heshtur, por ne bën gjithmonë. Dhe duar artët, Alkida, se ka bërë vërtet një punim shumë të veçantë, në emër të grupit, edhe punimet e tjera ishin shumë të bukura, në emër të grupit, për punimet e bukura, për arritje të shkëlqyera në realizimin e këtij projekti. Nuk mbaron me kaq. Në çdo aktivitet që kam bërë, një nga fëmijët këtu, edhe te ky aktivitet i sotëm, një nga fëmijët këtu kanë ndikuar pozitivisht në zgjimin e ndërgjegjes tek fëmijët e tjerë, po të ndërgjegjes kombëtare. Sa herë që unë kam aktivitete historike, ajo jep shumë shpirt, edhe është Dajza Bogdani. Dajza sot nuk ka qenë në formën e vet më të shkëlqyer, për arsye që i di vetëm unë. Kështu që Dajza e meriton me zemër këtë certifikat, i jepet nxënëses Dajza Bogdani për shpirtin patriotik, vlerat dhe energjinë pozitive që përcjell tek bashkëpunëtarët e saj.
fillova nga puna dhe thash po i pyes pak. Dhe jam surprizuar, jam habitur që Antonio e kishte mësuar rolin e vet në mënyrë të shkëlqyer brenda një dite. Antonio Kopaçi, aktori më i famshëm i Italisë. Kur ndërmora nismën për të brumuar libra në qytetin e Durrësit për t'ia dhënuar bibliotekës së qytetit Manastirit, nuk isha vetëm, më ka mbështetur ish drejtori im, historiani dhe shkrimtari Kadrit Arelli. Jo vetëm që ka dhuruar shumë libra për bibliotekën e Manastirit, por ka ardhur me mua edhe kur u hap biblioteka që u inaugurua, edhe në përvjetorin e bibliotekës. Atëherë, i jepet historianit dhe shkrimtarit dhe zotit Kadrit Arelli për kontributin e dhënë në pasurimin e bibliotekës së Manastirit me libra nga krijtaria e tij artistike. Falenderoj të gjithë, veçanti shoqen organizatore, po edhe gjithë të fëmijë që vërtet jo vetëm që jeni të bukur, po jeni edhe të ditur. Kjo është merita e shkollës, merita e mësuesës, po edhe mençuria juaj. Dhe ju uroj që në vitet që vinë, gjithnjët jeni të suksesshëm, ashtu siç ishte sot. Megjithëse unë kam kaluar shumë vite në arsim, po e ndjej veten edhe një herë si mësues i hershëm. Ju faleminderit të gjithëve. Veç këtyre gjërave që më thanë tani për ish drejtorin tim, është dhe vllai i skulptorit që ka bërë në relief shtëpinë muze të Kongresit të Manastirit. Kështu që ishte një arsye më tepër për ta ftuar këtu sot. Me të njëjtin motivacion, unë kam patur një mbështetëse tjetër që sot nuk është këtu, sepse kishte detyra të tjera, nuk mund të vinte. I jap këtë certifikat mirënjohje zonjës Merita Thartori, sepse ka dhuruar libra për bibliotekën e Manastirit nga krijtaria e saj dhe gjithashtu ka qenë me mua në Kongresin e Manastirit kur u përrua biblioteka. Dhe kjo është e zonjës Merita Thartori. E kam lënë për në fund, sepse ka një rëndësi shumë të veçantë për mua dhe mendoj që edhe për ju do të jetë një rëndësi të veçantë. Këtë certifikat ja dedikoj zonjushës Emira Selimi për kontributin e saj të vyer në hapjen e bibliotekës së Manastirit dhe rolin e padiskutueshëm në ndërgjegjësimin e shqiptarisë ndaj kësaj çështjeje. Emira. E meriton këtë certifikat. Meriton shumë faleminderit. Unë i falenderoj fëmijët shumë që sot na surprizuan me aktivitetin e tyre dhe unë dua t'ju tregoj se dhe unë kam zogj të vegjël, se unë ata i pra zogjë në moshën tuaj dhe sa po ju kam parë, sa po futa me klasë, unë u emocionova ja zakonisht shumë. Por ajo që më prekin më së tepërmi është pasi që zogjtë e tanë të midë të gjagjit molos, por të gjithë shqiptarisë nuk shprehen aq bukur në gjuhën shqipe, aq sa shpreheni ju, pasi që ata nuk kanë liri që e keni ju. Dhe duhet ta kuptoni vlerën e gjuhës tuaj, se sa e shenjtë është për çdo shqiptar dhe kjo gjuhë është me të vërtetë tepër e veçantë për neve si kohë, pasi që ata që nuk na duan pikërisht po duan të na humbisin gjuhën tonë. Unë shumë do kisha dashur që ju bashkë me Zyshin të vini edhe në Manastir, t'i takoni zogjtë e Manastirit ashtu si që kanë tani nofkën në të gjithë shqiptarinë si njifën, dhe t'i shoqëroni ata, t'i motivoni që ata nuk janë vetëm dhe që ju të shoqëroni gjithmonë pranë tyre. Në rregull? Ju presim në Manastir. Libra për qytetin e Manastirit për bibliotekën dhe janë libra të Gjergj Pishtës dhe të Ndre Mjedës. Faleminderit shumë. Zogjtë e tanë lexojnë shumë, por unë në fillim për t'i motivuar ata për të lexuar, nuk dëgjoj molos, kemi pas një strategji shumë të bukur, kush lexon libra ka një dhuratë, dhe ata të gjithë kanë lexuar deri në momentin që leximi është bërë bashkëmëri tek ata. Dhe ju ftoj të gjithëve që të vini dhe të bashkëpunoni me fëmijët e tanë në Manastir. Faleminderit. Në klasën tonë është një djalë, fjalë pak dhe punë shumë. Dhe për rëndësinë që i ka përshtuar këtij projekti, unë kam menduar të bëroj një libër dhe ai është Roel Duro. Hajde Roel, kam një dedikim të veçantë dhe këtë libër
dua që ta lexosh sepse Roelit i kam gjetur preferencën, domethënë atë që pëlqen më tepër. Dhe dua ta lexosh dedikimin përpara shonve, çfarë të kam shkruar. Roeli, djaloshi që lexon libra sepse librat janë e vetmja magji e vërtetë. Si produkt përfundimtar për klasën, fëmijët menduan që të bënin projektin duke u nisur nga poezia e Gjergj Fishtës dhe në fakt aty u bazuan për zgjedhjen e temës dhe kemi bërë këtë produkt përfundimtar për sa i përket klasës sonë. Dhe do ta kemi këtu për të kujtuar se sa e rëndësishme është gjuha shqipe dhe se si duhet ta ruajmë atë gjithnjë. Ndërsa për shkollën, fëmijët kanë menduar librat të Ndre Mjedës dhe të Gjergj Fishës dhe do t'ia burojnë bibliotekës së shkollës sonë. Unë po jap në drejtoresh Gretës, që është e katedrës së gjuhës, dhe i ka për shkollën, për bibliotekën e shkollës. Greta, i ke për shkollën? Faleminderit, ju uroj suksese. Sot keni shkëlqyer dhe keni qenë më të mirët. Dhe jo them me sinqeritet të plot, sa herë që kam kërkuar gjëra, kam pasur mbështetjen gjithmonë të drejtoreshës sonë, të zonjës Miranda. Unë e falenderoj. Dhe nga dy të drejtoreshat, nga Zysh Njeri që kam mike të hershme të vjetër dhe nga Zysh Greta. Që më ploj videoprojektorin dhe mësuese Blerinën që në çdo hap e kam brapa. Mjaf të shenja dhe mësuese Blerinën. Ruajni gjuhën shqipe, mbrojeni, shkruajni, folini saktë. Ju falenderoj.